gyndëshin dhe sot e kësaj dite janë disa vende këtu në Tiranë që unë i kam parë vetë, vajza dhe gra. A ke blerë ndonjëherë vin aty? Po patjetër që kam blerë sepse janë. Po kam blerë dhe së fundmi. Blerja më e zgjuar që ke bërë? Ka qenë një xhaket që unë kam thënë kam blerë në një vend tjetër se derisa duroj njerëz. Po pse gënjen pra? Sepse nuk dua unë ta shpjegoj në një ambient ku jam me njerëz të tjerë që kam blerë këtu, kam blerë atje. Pra mbetet prapë ky presion. Fakti që unë po e them në televizion do thotë që Sara Xhesi ka parë që është, domethënë, po nëse po të shef thrifting funksionon shumë. Punu në dyqan, thotë pas ka nuk e them për çështë turpe, po kur jeni në ambient të tillë zota sqarosh si qysh tek, kam blerë diku dhe sqaroj ta ja, po e them tani këtu në ekran. Pra, tregu i këtyre rrobave të përdorura, të cilat erdhën në Shqipëri, sollën një lloj modeli sepse nga pallonët e tërë Itali që vishin meshkujt apo vajzat një fund deri tek poshtë gjurit, ato sollin një revolucion, domethënë minifundet, zipzat, teminat. Ne kemi kanë arritur produktet e brendeve përpara se të vinë vetë brendet në Shqipëri. Pastaj, rroba qepset e lagjes sollën në një tjetër tendencë, kopionin veshjet e njëra tjetrës, sepse edhe tek qëndisma që dikur u ndihmojnë modet e mia, ne merrnim modelet e qëndismave nga Greqia, të cilat ose nga të dikur që merrshin ato modelet trandafilit ose monstrat dhe pastaj doli një lloj kopjimi se si këto duhet bërë. Sot jemi përsosur sepse kemi Alden apo dhe vajzat e tjera të cilat krijojnë modelet e tyre unike, të frymzuara dhe nuk kemi më nevojë të kopjojmë. Ka dhe shumë vajza të cilat unë i njoh dhe koleksionet e tyre më të fundit. Po pse të kopjojnë, ndoshta inspirohen Ervin. Jo Xheneta sepse sociale e duhet gjithmonë. Jo, në këtë që do them tani, ka shumë vajzë të cilat shohin modelet e koleksionit më të fundit të veshjeve në javët kryesore të modës, e marrin dhe e çojnë tek rroba qepse e lagjes dhe me një çmim shumë ekonomik e bëjnë njësoj si ajo. Në këtë aspekt kjo është kopja, nuk është frymëzi. Po e marrin, ato dedi ku thotë që kam çeke rroba qepja e lagjes, më kupton? E pranojnë. Është një formë e tyre. Nuk ka se ti domethënë që thonë kam. Mos e bëj kaq shqip edhe rroba qepsen e lagjes, se ka një rroba qepse e lagjes është kur i prodhojnë ato që diaton të përcaktuar. Më fal zamar. Kush po ti mëson gjithë këto muhabetet? Në fakt është i ka ditur në lagje keni ditë para se gjirojnë dhe Ervini e di sa ja çajn hallet Ervinit, kështu që ai është nuk di. Pjesa më e madhe shoqërisime janë vajzat dhe mi tregojnë dhe bëjnë dhe ju rri shumë bukur. Por ne të paktën edhe duke mos pasur dhe duke mos krijuar atë infrastrukturën, ne përpiqemi juve vajza apo edhe ne shunat, shkojmë tek këto siç janë rroba qepse dhe format e tjera. Pastaj mos të themi që deri dje rrobat fallso në Tiranë bënin namin. Unë ka qellu një herë që kam shkuar në dyqan. Ja për këtë pikë pyet Desianën, sepse Desiana është një nga ato personazhe që më shumë të akuzojnë që veshjet që mbani ka fake. Ka komente të shumta që e thonë. Se ke parë? Ke filluar e ignoron fare Instagramin? S'merrem fare me. Fare. She, sa mirë. Unë doja të thoja pak. Të drejtën ato që kam. I kam mirë, do me thënë. I ke marrë ka? Po, i kam marrë me një kosto shumë të lartë. Ato çfarë vesh janë. E ke futur ti dorën në xhep apo? Po familjarët. Ti jo? Po. Se këtë batutën ma ke bërë njërë në trotuara, vlen akoma kjo? Përshdo nuk e futur dorën në xhep? Normale që vlen. Normale që vlen, okej. Por kam shkuar edhe në veshjet e përdorura. Po, për shembull këtë fundin unë e kam marrë një gabi që e kam bler vetëm 500 lekë. Ngriu ta shohim njërë fundin? Tani e ke përshtatur ti? Se më kanë ngrënë edhe me sy, më janë ngrisur get, atë nuk e di. Të janë ngrisur get. Rotullohu më i pak të shofe. Shumë mirë se shumë mirë. E ke marrë 5.000 lekë vjetra? 500 lekë, por 500 lekë, po. 50 lekë të reja. 50 lekë të reja. 50 lekë, mos lekë. Mos i prish 500 lekë. Po. 500 lekë. Okej. Pra. Ka të bëj me kombinimin, nuk ka të bëj me vlerën. Ajo pëlqeu goca ju e fundit. Lokale këtë. Ta kishin blerë dhe ju? A keni blerë ndonjëherë tek veshjet e përdorura apo jo? Do t'i rikthehemi. Vetëm se dua të qëndroj këtu tek pjesa e veshjeve të përdorura, po sepse kemi edhe një service të shohim. Ju jeni ka shumë duke muhabetit për 7 palqefe me njëri tjetrin, po do bëjmë na le të flasim me njëri tjetrin. Hajde të lutem ke flashari që ke vendin e mor. Të përdorura, unë mi kam mësuar ca shok para ca kosh, edhe kam pa vërtet gjëra shumë cilësore aty, por çka ke bler? Kam pas blek shumë më shumë aklete tenisi se dikur ka qenë vështirë me i gjet, po jo kështu rroba kështu, një xhaket jeansi kam marrë një herë që ishte e re, diku aty ke treni. Po përpres do kërkosh, nuk është kaq kollaj. Jo, aty shumë interesant, ka shumë variacion, shumë gjëra dhe mbi të gjitha ato janë origjinale. Se shumë pak dyqane në Shqipëri mund të kenë gjëra origjinale. Dhe çfarë më bukur atë gjërat të përdorura. Totalisht, po unë në këtë aspekt do thoja diçka. Është një shprehje që thotë nuk jam i pasur që të blej gjërat lira. Dhe këtë dua të them që
unë nuk jam shumë pro konsumerizmit edhe këtij blerjeve pafund, dhe ne tani të gjithë ne këtu jemi viktima pak a shumë të blerjeve të panevojshme, sepse dollapet na janë mbushur. Blerja më kot që ke bërë ndonjëherë? Më kot? Nuk di ta them, sinqerisht, po dikur kam qenë një herë, kam dalë 3 ditë rresht me taksi në Amsterdam kur jetoja, kam bler rroba, pa vetëm mbush taksi në shtëpi, mbush taksi në shtëpi, shumë, jashtëzakonisht shumë lekë kam harxhu vetëm për inat se lekët i kishin bashkë me një ortakun tim dhe doja si në mënyrë kështu inati. Do ti shpenzoje, do të vije pjesën e tij. Po ishte thesi për bashkët. Po jo, ajo që duhet të them është që jemi të gjithë viktima të konsumerizmit, por tani e mira do ishte që ato pak gjëra që blem të jenë të nevojshme dhe le të blihen pak më të shtrenjta. Mendimin tim do ishte që nëse doni të blini diçka, më mirë blen të shtrenjtë, që nuk jam kur që të them këtë, por në këtë rast sepse vlen, me vina unë kam gjëra që i kam blerë që para 22 vitesh dhe jam gati t'i hedh, nuk është prish as pak. Shkon tek markat komerciale më të njohura apo? Dgjoj, tani kam dikur kam qenë shumë i dhënë pas firmave, nuk më dhënë pas gjërave relativisht shtrenjta, ndërsa tani nuk kam shumë. Tani jo. Tashti mjaft më pëlqejnë ngjyra tjetër. Tek të përdorurat pra, para do gjësh gjëra se blen atë dhe nuk mund ta veshësh në vitin tjetër. Unë jam pra kundër, jo për para gjyku njerëzit ose diko që shkon e blen, po unë nuk mund me ble gjërat përdorura. Nuk e di, e kam pak fiksim atë pjesë. S'ke bler asnjëherë? Jo, asnjëherë. Të betohem asnjëherë. Më mirë, nuk them që nuk blej gjëra që kushtojnë shumë pak, po gjërat të përdorura nuk mundem, nuk e di pse. Po të net ai merr, i lan, i e kuros me hekur të nxehtë dhe i vesh për bukuri. Besiana, ke një koment për këtë që thot Xheneta? Unë mendoj se njeriu ja jep vlerën robave, jo robat njeriut. Nuk po them për vlerë, thjesht unë e kam fiksim, se nuk e di kush i ka pas, nga kush ka ardhur, tu ka shumë drejt Xheneta se dhe në aspektin e po veshje që janë për dyqanet që shkojnë pafund njerëz që i marrin, i veshin, i heqin, i provojnë. Jo në dyqan të lutem ta mbaroj. Se sa merr të reja që janë shumë cheap dhe materialet janë shumë të dobta ose. Mund të them diçka unë shembull edhe kur shkoj. E dëgjova se kudo që shkoj unë nuk e vesh pa e pastruar herë. Po, ajo është normale se hyn tek higjiena. Po, dhe gjërat e përdorura nuk janë fut asnjëherë. Alda po thoshte që është më mirë që ndonjëherë të blesh diçka të përdorur që e merr Elan në shtëpinë tënde sesa diçka që është me cilësi shumë të lirë, pavarësisht se ti e blen të re, por ka materiale shumë të këqija e dobët, të bën. Varet tash se ku e blen dhe çfarë shije. Vetëm ka edhe një risk kjo puna e rrobave. Unë shembull vdes me shkollë Zara. Ti ke zgjedhur të blesh edhe më lirë, the sesa të shkojë te të përdorurat. Po të përdorurat ti gjen marka lirë. Për çfarë vlerë po flasim se po përmend? Nuk e kam për pjesën e markave. Asnjëherë, po pra marka kur themi marka kanë cilësi në material. Ku kanë qenë para se me ardha aty, kush i ka prej, kush i ka përdor? Nuk ka rëndësi ti, po njerëzit për shkak që kanë veshur. Ka shumë rëndësi kush e ka veshur rrobën sepse ne përçojmë energji. Rrobat tona kanë energji. Nëse ti energjinë, unë mendoj se ka vite aty. Jam shumë i ndinjuar me cilin do të flas. Mos sa ka kënduar njëri bluzën dhe ta ka dhënë peshesh. Jo, nuk dën, as për energji dhe ju nuk besoni. Si ka mundësi që besoni në wireless? Pra, komunikimi wireless, ne nuk besoni në energji. Sepse ajo veshja mund të ketë vite që ka dalë nga dollapi. Unë kam bler gjërat më të bukura, i kam bler në gjë të përdorura. Se tani më kujtu kam bler në New York sa gjëra aq shumë pëlqejnë ato atletët, sa i kam gjithë këtë zyra ime në mur lart se nuk i përdor dot më, po s'dua. Pse lart? Po su tallta. Kam bërë vetë art. Ma shpjegon që këtë si funksionon. Ta tregoj, jo, lart në mur sepse unë aty kam një pikturë të madhe, është globi. Dhe këto janë duke ecur drejt globit. Ka të drejta e. Jam një farë artisti unë vina në zyrë. Jo, farë artisti. Ka të drejta që rrobat kanë energji.